Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Dhahabiu rahimahullahu ta'ala në limet e tij Siyar A'lam an-Nubala, biografia e kolozëve të Islamit, fisnikëve të Islamit, tregon se Imam Auza'iu rahimahullahu ta'ala i tha një njeriu, o njeri, du ta marr një shtëpi e të kem kushi njerëz që as nuk përgojojnë, as nuk lasin keq, as nuk shajnë. E mori ki njeri për dore Auza'iun dhe qëjt e vorët. Tha, këtu janë njerëzit që as nuk përgojojnë, as nuk lasin keq, as nuk shajnë, as nuk ofendojnë. Andaj të mendojsh se të ti nuk i shajnë njerëzit e nuk i përgojnë ata, se s'kan me të përgoju njerëzit, është si me mendu se pse ti je vegetarian, luani s'ka me të kafshu ty. Njerëzit për nga natyra janë përgojues. Pejgamberi të Allahut nuk kanë shpëtuar nga përgojimi i njerëzve e fjalët e këqija tyre, si ka mundësi me shpëtu ti. Andaj tregohet në ethere të vjetra se Musa a.s. pas ka thonë Zotit, o Zot, të lut ty që të mos lejosh njerëzit me fol keq për mua. I tha Allahu i Madhërisëm, o Musa, ata folin keq për mua, e si kam nar, e si ti nari me fol keq për ty. Pa porosia është kjo. Çdo herë do ketë dikush ka me fol keq për ty. Po ti mos e ki këtë gale. Gale jote kryesore është fitosh kënaqësinë e Allahut. Ti je në rrugën e tij. Bësh vepra me të cilat është i kënaqur ai. Ta mbushësh jetën tonë me vepra të mira, e pastaj njerëzit çka do të thënë. Kush do me fol mirë, kush do me fol keq. E as e mira e të mirit, e as e keqja të keqit nuk duhet ty me të nal nga udhëtimi jon këtë rrugë. Përkundazi, vazhdo, ec në këtë udhë, derisa të fitosh kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Porosi e artë, që lexova pak më parë, doja ta ndaj me ju, që ta kemi parasysh vazhdimisht në jetën tonë inshallah taala.